Ja, ka hub, na e dim, aty ka ndodhur diçka, prokuroria po heton. Ai shmbyll ajo çështje e prokurorisë. Po, jo, do ka mbyll ajo çështje, ti pas ke bërime për idejona me alit për mrena. Atëherë Mitrovic, unë mendoj se në raundin e parë është kuptu, edhe ka pas rezultat, Faton Peci ka humb. Si vetëm, si kandidat kokë më kokë, që shajnë fillimisht e ka projektu garen me ide që kjo është figura nacionale e programit kundër një politikani lokal, e ka humb. Kretë strategjia e fushatës së Faton Pecit, e cila nuk mendoj që ka qenë e vetëvendosur. Qysh ka hub? Ajo dalë fitues Faton Peci? Ja, ka hub, na e dim, aty ka ndodhur diçka, prokuroria po heton, shpresoj që ka me dalë me rezultate sa më shpejt, sepse drejtësia e vonuar është drejtësia munguar. Ajo, po, ai shmbyll ajo çështje e prokurorisë. po, jo, do ka mbyll ajo çështje, ti pas ke bërime për idejona me alit për mrena, në rregull, unë si s'kam. Parimi idejonën e keni si Po, se jo, po keni qef si me kartel thonë, kështu. po keni qef me thonë prokuroria e kapur me çka pajtona, vetë s'pe tregoni kapsin, që është vetëvendosja. Gjithsesi, Faton Peci, në nëtime pashtu, se i prap e din çka ka ndodhur me këtë pjesë, si person i cili pat projektu veten figurë nacionale, shkoj në Mitrovic, humbi, ka një figurë lokale. Strategjia, pastaj ishte e thjeshtë, se aja pa që nuk i mori votat e vetëvendosjes. Edhe kretë ideja e ti, me eqëm dorën zemër, me përfshi kretë vetëvendosjen edhe me ju thonë aty në Mitrovic, në fakt si amon është Albin Kurti. Edhe ju mbo bashk, kundrejt një djali tri, cilët po doj me ja vjedh një fitore spektakulare që arriti në raundin e parë. A do të arrin, nuk e di, unë gjithmonë e kom përshtypjen dhe me quaj optimist, ma boj për këtë, po gjithmonë e kom përshtypjen që populli kupton shumë ma shumë se sa menojnë politikanë që o ka kupton populli. More ma shumë edhe se na. Po na e populli, se di. Pjesë e popullit. Edhe unë menoj që kanë me kuptu atë hile, unë menoj që vetëvendosja në Mitrovic nuk e don Faton Pecin, vetëvendosjes në Mitrovic i kujtohet mirë Faton Peci si kundërshtari ty në politik, vetëvendosjes në Mitrovic i kujtohet Faton Peci ku e akuzon televizën me vendosje që po i prish raportin me ndërkombëtar, sa ka qenë pjesë e LDK-s, që po e shkatron imazhin e vendit, që po prish balanca cilë të dëmtojnë shtetin. Unë menoj që kretë aktivistë e vërtet vetëvendosjes, jo klientela, profitert, e njojnë Faton Pecin dhe e kanë të pamundur me mbështet. Prandaj Faton Peci e ka të domosdoshme me ju thonë aty në që Albin Kurti është në pyetje, jo unë. Që kjo ka qenë strategjia, unë jam i bindën që drejtësia vendoset edhe fiton qaj që e meritoj se e fitoj vetë. S'ka me pas fitore në kratë dikuj tjetër. Që së një me Albinin vëtani, qa programi o kjo? A i vetën, a janë ta i vetën. Ajo që këto zgjedhje do t'i shenoj, do t'jetë pikrisht Mitrovica dhe është edhe Drenasi. Janë dy pikat ku, si që thot Ramiz Ladroci, do të thejet në kurriz për dëkëja. Dhe beteja prandaj... Peja Bermasit, Ramiz Ladrocin, respekt. Sepse fynë Drenasi është tregue. Nuk është nga atje vetëm kë unë gjdo respekt për këtë djalin e rritë kandidat për dëkë se pjaro jeme. Arjan Tahiri, po, ndjesë. A bën forca fuqin. Por, de facto, aty është para mes dy frymave politike dominuese në nivel të Kosovës. Dhe vetëvendosja e ka shumë më lehta fitoj Mitrovicën se sa Prishtinën. Atje ka fituar që është e vërteta, me disa vota e ka fituar. Sepse nëse të kujtohet pas luftës, beteja më madhe e krahut të UÇK-s ishte për Prishtinën e disa qendra tjera dhe humbja ishte zhgënjuese. Ndërkaq në rast se mund të flitet për një lloj lirie të mirëfillt qytetarëve të Mitrovicës, mund të flitet tek për këto 3-4 vjet e fundit. Dhe shpërblimi është gabimi i dytë nëse qytetarët do ta bënin për shembull. E kanë bërë pas luftës duke votuar LDK-n dhe ka qenë gabim. E njëjta do të jetë gabim moral në rast se nuk do të votonin Mitrovic. Prandaj unë nuk kam dilema, atje do të votojnë. A ke pretendimi që në Mitrovic të jugut nuk ka pas liri të plot? Jo, në Mitrovic të jugut po ata e bashkëndjejnë. Mirë. E kanë përjetuar. Çfarë shpjegimi ki që në Zveçan ka fitu PDK-ja vota ma shumë se vetëvendosja?
Nuk ka dilema, arsyet janë qarta pse. Sepse janë çështje klienteles. Unë dje kam pi kafe me kryetarin e... pas na pi kafe me kryetarin e komunës së Veriut Mitrovicës dhe ekipin e tij. Shiko, ata sidomos Veriu i Mitrovicës, lirinë e ndjen tek ta. Ka sjell lirinë, ata po gjetën klient shkafit. E kujtota e parola e famshme në Prishtina asfalt. Nuk e bëjnë qytetarët e Mitrovicës njëjtin gabim që e kemi bërë pas luftës duke e votuar LDK-n dhe duke ndëshkuar që ta sjell lirinë. A bën me ditë veç njëjtin gabim nuk e kanë bërë shqiptarët as në Maqedoni. Është mirë elektorati. Është mirë elektorati LDK-s Mitrovicës me dëgju çka po i thotë Rababoja. Po dhe unë besoj që është shumë e qartë në këtë drejtim. Do ta kemi një fitore pak më të thellë madje në Mitrovicë se sa në Prishtinë.